Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 24 prill 2026. Dita edhe koha më pozitive që ka të bëjnë, sepse hëna në shenjën e luanit jep ndikime shumë pozitive, sepse mundësit krijimi dhe ndikime të mëdha të shkëlqyera në fushën e karrierës, të punës dhe jo vetëm. Po këtu presioni ndikimi i diellit në shenjën e Demit dhe një 4-4 me Plutonin në ujor fillon të rritet fort. Kjo mund të sjellë ndikime, favorizime dhe mundësi. Dita është e përshtatshme për krijime, projekcione, gëzime, ndryshime, vendime të rëndësishme. Dhe jo vetëm, sepse është një kohë, është një përcaktim për atë që ndodh, për atë që bëhet dhe realizohet. Por pas se fillojmë bashkimin e 12 zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë ju të rishikues të nderuar ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkeni parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roskon atje. Atje ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar në gjërat që doni të bëni dhe në çështje të rëndësishme që juve mund të keni. Dhe në sekretari, pra atje mund të dërgoni emailin dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt me juve çdo të mërkurë. Atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe pastaj jeni gati për të dërguar mesazhe dhe për të marrë përgjigje. Pra, çdo të mërkurë në pyetje përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket se ka diçka shumë të madhe, shumë pozitive në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime të mëdha që vijnë dhe jo vetëm. Është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi takimet, bisedimet, marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur, sepse kjo periudhë na mëson shumë gjëra që neve të dimë rreth çështjeve që na takojnë dhe mundësitë që neve kërkojmë. Duke pasur parasysh edhe një çështje madhore, sepse kjo lidhet shumë edhe me ndryshimet të mëdha që kanë të bëjnë në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, por sa jeni gati ju të përgjigjeni kërkesave që keni në fusha të ndryshme. Besoj se po, është momenti dhe mundësia dhe koha e duhur për të zgjidhur çdo problem që keni, çdo gjë që juve kërkoni dhe dëshironi. Në çështje shpirtërore lidhet që kanë të bëjnë me ujor dhe me luante dhe diçit parë është perfektja, edhe pse gjërat janë në anën tuaj dhe mundësitë të arta vijnë drejt jush. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Çfarë ndodh me shenjat e Demit? Meqense Demi nga njëra anë forcon reputacionin, mundësinë, kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, në biznes, në karrierë dhe në çështje të tjera që ka të bëjnë me favorizime të rëndësishme financiare ekonomike. Megjithatë, kjo periudhë është mjaft e mirë për sa i përket shenjës së Demit, sepse ka shumë ndikime, shumë ndryshime të mëdha në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Dielli nuk diskutohet, afërdita nuk diskutohet dhe momenti që ka të bëjnë në fushën e karrierës suaj, në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrepët e diçit parë dhe gaforet e diçit tretë është perfekte, por një komunikim që mund të keni tani në fushën e karrierës është një moment mjaft i artë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Çfarë ndodh me binjakët dhe ku binjakët nisin dhe rregullojnë një çështje madhore, një çështje financiare, biznesi dhe karriere. Është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm i duhur i tani në këtë periudhë, sepse kjo periudhë është e juaja dhe është vendimi që merrni dhe koha e duhur në çështje të mëdha. Por megjithatë, mos u shqetësoni sepse kjo periudhë është mjaft e mirë mbi standardet që juve krijoni dhe kohën e duhur për të rregulluar gjëra të mëdha në çështjet që lidhen me anën ekonomike financiare, lidhe me ndryshimin e madh që keni tani tutje, mundësitë e arta që keni, por disa gjëra ka të bëjnë shumë me punën aktuale, edhe pse disa ndryshime të vogla janë shumë të mëdha për një të ardhmen të afër. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dëm të diçit parë, me ujor të diçit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Për sa i përket gaforeve, meqense gaforet duket se tani për tani, edhe pse keni pasur disa çështje të lëna pezull, por kjo nuk ju prish fare punë, për ju ndreq punë në lidhje me takime, lidhje me besimin që keni ndaj ekonomisë e stabilizimit. Por ju të gafores keni dhe ndikimin e madh që lidhet shumë me punën, lidhet me karrierën, lidhet me ndryshime të mëdha që do të keni tani e tutje, jo se ka probleme, po ka ndryshime të mëdha dhe kjo është diçka shumë e madhe në favorizimin tuaj në lidhje me takime pune, në lidhje me mundësitë të arta që keni tani e tutje, është momenti mjaft pozitiv dhe konkret në ato që bëni.
Në çështjet shpirtërore, lidhjet afatgjatë që janë me peshorët e ditës së parë dhe me peshkët e ditës së dytë ka diçka shumë të madhe, prandaj bini pas, mos ma lini pas dore, sepse është kjo periudhë, është ky momenti i artë, mund thohet, në fushën e karrierës dhe të dashurisë. Dashurisë, sidomos një bashkim familjar është më së mundur që është me britqap dhe me dashtë dhe ditës së dytë, sepse keni pasur disa probleme të pazgjidhshme, por vjen momenti tani që juve i zgjidhni dhe kjo është ajo çka juve do të keni mundësinë për t'ia arritur qëllimin tuaj në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimit të madh që keni, por gjithashtu është koha juaj dhe momenti më perfekt i që ndonjëherë. Vijojmë të shenja e radhës që do thot Luani. Luan të dashur, nëse keni probleme ose keni pasur probleme të mbartura, vjen momenti dhe koha e duhur tani, sepse e zgjidhni problemin tuaj që keni pasur, momentin më i artë që është tani. Po, dhe do shikoni dhe vetë do më kujtoni, sepse çdo gjë zgjidhet fal zgjuarësisë suaj, fal maturisë suaj në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimet të mëdha që keni tani tutje, edhe pse me çështje problematike, me gjëra që keni pasur, disa çështje të pazgjidhura, por kjo vjen në një farë mënyre në kohën e duhur për të arritur qëllimin tuaj. Por megjithatë, edhe pse kjo periudhë është mjaft e mirë mbi stabilizimet, mbi konkretizimet e lidhjeve dhe të punës suaj aktuale, duket se ka të bëjnë me një ndikim shumë të madh për Luanën, sepse hënën shenjën tuaj, do thotë certifikimi i një dokumenti shumë të rëndësishëm dhe një ndikim shumë i madh që lidhet me një licencë ose diçka pune që e keni të rëndësishme është e mundur të ndodhi. Kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e ditës së parë, me dëmtë e ditës së tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë Virgjëresha. Virgjëreshat duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë tani e tutje, ku çdo gjë rregullohet, stabilizohet dhe arrihet qëllimi mbi punën tuaj aktuale, mbi disa gjëra që mund të lidhet direkt me anën ekonomike, direkt me çështjet madhore financiare. Me financa sidomos, sepse është një moment mjaft i mirë tani, duke pasur parasysh ose ndryshim pune. Kjo është më se e mundur të ndodhi, ku gjërat janë pozitive, ku gjërat kanë bëjnë edhe me shumë ndikime të mëdha financiare, biznesi, karriere, me karrierën sidomos nuk e diskutoj, duket se është koha juaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë të ditës së parë, me ujorët e ditës së tretë është perfektja, por pak kujdes me peshk, sepse ka diçka që mund të jetë ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni në anën tjetër, por gjithsesi kjo është periudhë mjaft pozitive dhe jo problematike. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft të rëndësishme, do shkojmë tek një shenjë që vërtet është ndikuese dhe rregulluese, që do thotë peshorja. Me peshorët, për sa përket peshorët duket se tani në këtë moment kemi disa mundësi të arta ekonomike, financiare, në biznesi. Me biznesi sidomos ka gjëra që vërtet duket me ndryshime, me takime, bisedime nuk e diskutoj këtë, bisedime shumë të rëndësishme sepse favorizimet që kanë të bëjnë tani është dhe momenti i artë, mund të themi, në fushën e karrierës, sepse shenjat e ajrit kanë një mundësi plus tani, duke pasur parasysh ndryshime që do të kemi, ndryshime shumë të mëdha pozitive, nuk e diskutoj negative unë, sepse ka të bëjnë edhe me një takim të papritur, dhe kjo ndodh për një mijë arsye, ku lidhjet, vazhdimësia, koha, ndryshimet, vendimet të mëdha që vinë, është momenti juaj, është koha juaj dhe çështje që lidhen me anën e biznesit, lidhe me disa vendime që mund të merri. Këto janë vendime mjaft të mira, pozitive, që kanë të bëjnë edhe me çështjet e financave, me financa sidomos, sepse lidhje me financa keni pasur probleme nga më të ndryshmet juve, por vjen një moment tani që juve i zgjidhni këto probleme. Peshorët kanë pasur dhe kanë mundësinë e çështjeve ekonomike financiare për të zgjidhur, por një vëmendje do të bëni me fushën e dashurisë, sidomos me dashjet e ditës së parë, me luantët e ditës së tretë që është perfekte, por gjithashtu ka të bëjnë edhe me ujorët e ditës së parë, ku është momenti më i mirë i mundshëm, sepse ka të bëjë shumë me shenjat e ajrit që juve keni zgjidhjen e duhur. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë akrepi. Akrepët në njëra anë mundohen shumë për të zgjidhur problemet e tyre, por në anën tjetër kanë mundësi dhe momentin e duhur për gjëra të mëdha, ndryshime dhe vendime, mundësi dhe kohën e artë që juve keni në lidhje me takime pune, në lidhje me
disa ndryshime që mund të jenë jo vetëm juve mund të përballeni me kohën e duhur dhe çështjet e tjera që do të keni, është një nga mundësitë më të mira të mundshme që keni pasur, ose çështjet e tjera që do të keni, do të ndikoheni në këto drejtime. Kurse në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujorët e ditës së parë, me luantë e ditës së tretë që është perfekta, por gjithashtu edhe pse me disa keqkuptime, mund ta themi këtë, por vjen momenti i ndryshimit të madh për sa i përket kësaj dite kaq të rëndësishme dhe një moment shumë korrekt nga ana juaj, dhe kjo mund të quhet me 1.000.000% për sa i përket ndryshimit dhe vendimit të madh që do të merrni. Por gjithashtu keni dhe mundësi për sa i përket një gëzim shumë të madh në familjen tuaj. A do jetë ligjor, a do jetë një punë e re, janë të gjitha në plan tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Shigjetarët të duket se kanë disa mundësi, por kryesorja është ekonomia, kryesorja është ndryshimi i madh që vjen. Gjithçka, mundësit, kohën, arritja, që është baza, momenti kryesor, kyç, është çështjet që lidhen me punën e të ardhmes. E ardhmja është sot, sepse duke pasur parasysh disa bisedime që do bëni, ja bisedime kyçe, mund të mos jenë ashtu siç e prisni juve, por janë ashtu siç dëshironi juve. Nga njëra anë. Në anën tjetër jeni shumë të dhënë mbas çështjeve financiare ekonomike. Por sa gati jeni ju ti përgjigjeni kërkesave që ju keni? Po, unë besoj me të madhe që je keni mundësinë, është një nga mundësitë më të mira. Momenti kyç që keni tani atutje. Bini pas, mos e lini pas dore. Sepse kjo periudhë është e juaja. Është momenti dhe koha e duhur për zhvillime, ndryshime të mëdha. Por nëse nga njëra anë juve presupozohet sepse koha tregon ecë më shpejt dhe është një nga momente më të mira për shigjetarët për zhvillime dhe ndryshime të mëdha financiare, bëhet fjalë, dhe një ndihmës shumë e madhe mund të keni tani atutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me peshorët e ditës së parë, me dëmtë e ditës së tretë është perfekta, por një diçka shumë e madhe duket se është me gaforët e ditës së dytë. Përgatituni, se është koha dhe momenti juaj. Është ajo çka dua dhe atë çka realizoj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricjapëve. Bricjapët të dashur, nëse keni pasur çështje të lëna pezut pa disa kohë, duke se tani ka rrekuar dhe momenti për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, zgjedhjen e duhur në dashuri. Pse është kjo? Është sepse çdo gjë që ndodh, çdo gjë që arrihet, por nga njëra anë juve jeni mjaft të ndikuar nga çështjet ekonomike financiare, nga ndikimet të mëdha që keni, sepse nuk është shumë e kollaj që të nisni diçka, por është diçka e fortë që ju bën të ndjeni mjaft mirë. Por do të keni pa kujdes nga disa debate. Largoni këto debate dhe jeni shumë të lumtur nesër për gjëra që do të bëni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bën me dëm të ditës së parë dhe me peshorët e ditës së tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Çfarë ndodh me ujorët? Për sa i përket ujorëve, ujorët duket se Plutoni në shenjën tuaj ka një mesazh ekonomi, ka një mesazh marrje paraje, por ku do investoni, sepse është diçka e madhe që ndodh tek juve dhe keni mundësinë. Është koha më e mirë e mundshme. Por meqense ndikimi i Uranit, studimet kanë treguar që çdo planet që ndikon o dikton në anën e shenjave, në planetet të ndryshme, na jep mundësinë dhe kohën. 3 ditë para, 3 ditë pas. Dhe dita e sotme, sepse me datën 27 Urani në Dëm, Urani në Binjak që do qëndrojë një kohë gjatë për 7 viteve deri në 2023-2022, kjo do thotë një mundësi që vërtet na jep mundësinë për të ecur përpara dhe në shpikje të ndryshme, por në ekonomi kërkohet vëmendje, prandaj kërkohet kujdes në këtë aspekt. Në fushën e dashurisë duket se me Luan, me Binjak dhe me Akrep është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, janë peshqit. Peshqit dashur, nëse keni pasur probleme ose debate me persona të ndryshëm në kohra të ndryshme, vjen një moment tani, momenti i kyç ku fritet, thoret, stërthoret në punë, në karrierë, në ndryshime, vendime të mëdha që merrni, është momenti më i mirë i mundshëm.
momenti pozitiv, korrekt nga ana juaj dhe çështjet pozitive që do të keni tani tutje në anën tuaj. Momenti më i mirë, momenti më perfekt, më ndryshues, sepse duke pasur parasysh anën ekonomike dhe pozitive në drejtimin tënd, është një mundësi shumë e mirë tani për sa përket periudhës dhe kohës së duhur për nisma të reja dhe periudha të mëdha që do të keni tani tutje në ekonomi. Dhe juve keni diçka shumë të madhe, sepse dëshironi të keni mundësinë të ndiheni të plotësuar në ekonomi, mbi stabilizime dhe ndryshime. Por në anën tjetër, në fushën e dashurisë, pa kujdes, sepse me binjak dhe shqiptar e keni mundësinë, nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim, për arsye të arritura dhe anës ekonomike shkoni deri në altar për sa përket dashurisë, por me virgjësh është vetjeta, mos e harroni. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite të datës 24 prill 2026. Por nëse dëshironi parashikime të detajuara, astrolog.al është ajo faqja atje. Ja klikoni, e shikoni dhe jeni gati të blini paketën tuaj dhe shkoni te sekretaria, pastaj atje dërgoni një email dhe më pas flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo ku dëshironi juve. Përvojtoni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve. E doni të dërgoni një mesazh në pyetje përgjigje. Kemi këtë butonin këtu. Ja klikoni dhe më pas ndiqni hapa dhe jeni gati për të dërguar mesazh. Nga një rrotulla. Gjithë mira.